Na i kemë gjyku, vazhdojmë me gjyku, shumica subjekteve i kanë gjyku, realisht. Edhe për veprimet politike, unë njërin nga ata që për veprimet politike, edhe të vetë vendosë, këta e ndeklaru gjithmonë, këtë rast nuk kemi deklarim që është aksion një grupit politik. Unë e lutem edhe besoj shumë që policia shtetit me identifiku aktorët e dhezës e veturave private, tash edhe zyrtare, se tash u bo në rastin e Ismet Beqiri që në vje keq që ka ndodhë, është veturë zyrtare LDK-s, po edhe veturat e qeverisë jënë djeg natën e jënë shkatru. O edhe ka pas parola, shkrim parolave na për qytete, ka pas shpim të gomave, po në rastet tila më mendoj që politikisht nuk duhet me i ngarku shumë, do duhet policia shtetit me reagu në zbardhën me këtu në rastet, sepse vërtet po shkaktohet panik tek qytetarë, tek familjarët. Ajo ka këthy përgjigje, zote Beqiri? Ka me këthyja ajo kjerën? Dëgjon, nështë për anës time do të me pranu nuk ka qenë korrekte komunikimi publik, sepse ne jem kolegë, dasht me bas një komunikim miqësor ose kolegial, por vërtet kjo punë e kujdesit e disiplinës shtetënore, karshi vendimeve që në pru edhe prej qeverisë edhe prej partive politike, do të përfëndëvesh me mërë fundë Kosovë, do të me di që jashtë orarit punës, prona i takon shtetit, do të më këthy në vend ku e ka, do të më parku kerët, sigur gjdo organizat tjetër, do të më shku në parking, jo zyrtarët e shtetit, edhe zyrtarët në këtë rast edhone, me pronë publike, me pronë të shtetit, përveç atyre që e lejot.